me qëllimin e vetëm që ngjarja e vrasjes së vllait të tij dhe të afërmit të tij të mos bardhat. Dhe në atë kohë u zëvendësua drejtori i policisë së Elbasanit Altin Qato, dhe sipas tij kjo kishte ndodhur pas një takimi që kishte pasur ish drejtori i përgjithshëm Ardi Veliu dhe drejtori i policisë kriminale, ish drejtori i policisë kriminale në atë kohë me një personazh në Elbasan. Dhe këtu më pas ai vendos që të shkoj drejt vetë gjykatës. Dhe këto, ajo që mua dhe ai përmend edhe një takim që ka pasur me drejtues policie në atë kohë. Ai ka qenë person në kërkim pasi akuzohej për një plagosje në qytetin e Elbasanit dhe policia e ka takuar në atë kohë, i kanë kërkuar informacion, por nuk e kanë arrestuar. Dhe kjo është një anë për qeshur, por edhe për qarë, paktën se si, po them, zyrtarët policisë të këtij vendi takojnë persona në kërkim dhe nuk e arrestojnë, dhe më pas e dim rezultatin se çfarë ndodhi. Vrasje të cilat janë porositur nga ky person duke qenë edhe jashtë burgut.